E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak qëndrimet e Mirit kundër drejt Selinës. Dita e sotme ishte një ditë surprizë në fakt për Selinën dhe për banorët brenda, ku të gjithë prisnin që 3 dronat, të cilët do të mbërrinin në shtëpi, do të ishin një dhuratë për Mateon dhe për Brikenën për rrugtimin e tyre të dashurisë. Por çuditërisht ndodhi e kundërta, të 3 dronat të cilat mbërriten në shtëpi ishin një dhuratë për Selinën. Një dhuratë që Selinës i dhuroi pozitivitet, i dhuroi energji të mirë, por dhuroi edhe një mesazh kundër drejt rrugtimit edhe banorëve. Unë kam thënë gjithmonë që Miri ka patur një bindje që Selina brenda vetes së saj do të bën një rikthim. Por një rikthim që vetëm Miri, domethënë, e mendonte që do të ishte i tillë. Çuditërisht, mesazhi i cili erdhi sot nga fansat, që banorët këto drona i marrin si të mirë qëna dhe i marrin mesazhe të plota, Mirin siç duket e mërziti pak dhe Miri nuk përzjodhi që të ri jashtë, por dëshiroi që të futet brenda. Ndoshta këto drona e çuan në mendim me Mirin se çfarë komentohet jashtë për të, si qëndron statusi i tij jashtë, pse nuk ka drona brenda për Mirin, pse nuk janë ndërtuar tim mirat, domethënë, të cilët do ta mbështesin, do t'i qëndrojnë pranë dhe do të jenë suporti i tij siç kanë qenë vite me radhë. Domethënë, këto gjëra, siç duket, domethënë kjo analiza që Miri nuk e priti mirë që 3 drona në momentin mbërrin Selinës, e futi pak Miri në mërzitje që Miri të mendohet se çfarë po ndodh me të jashtë dhe se si komentohen gjërat jashtë. Unë e kam thënë gjithmonë, domethënë Miri kur do të del nga shtëpia dhe kur do ta shikon se si janë interpretuar këto gjërat, jam shumë i bindur që do të ketë një reagim në Instagramin e tij duke u munduar që t'i sqaron këto situata. Miri, mënyrën e arsyetimit të gjës dhe mënyrën e sqarimit të gjës, në vend që ta mbyllën dhe të mos ta vazhdon më, Miri vazhdon duke u sqaruar sikur ai, domethënë, duket tek publiku, sikur ai ka nevojë akoma për Selinën dhe vazhdon të jetë i dashuruar shpirtërisht tek Selina. Dhe këto gjërat e kanë çuar Mirin tani në një konkluzion, domethënë Miri tani është duke menduar se çfarë po ndodh me mua jashtë. Ai u mërzit jashtëzakonisht shumë, sepse këto mesazhe i dhanë atij një tjetër koncept. Domethënë ishte mbështetja për Gimbon, që Miri mendonte që kjo është një lidhje që nuk është mbështetur dhe nuk është duar trokitur nga publiku jashtë. Ishte mbështetja për datën e martesës së Selinës, datën e finales së Selinës dhe gjithçka që në fakt ka të bëjë me Selinën, dhe mendoj që këto gjëra, të gjitha këto përmbledhje, Mirin e çoi në mendime të ndryshme dhe Mirin e ka plon një lloj frike se çfarë po bëhet me mua jashtë, si qëndrojnë gjërat e mia jashtë dhe a jam në destinacionin e duhur dhe a jam në rrugën e duhur. Domethënë e pash Mirin jashtëzakonisht shumë të trembur. Unë mendoj që Miri është në atë pikë të lojës që ndoshta ka nevojë për një dron të tillë nga familja, sepse banorët në momentin që nuk marrin drona në shtëpi fillojnë dhe krijojnë mendime të ndryshme se a jemi në rregull jashtë apo na kanë marrë natë, si qëndrojmë ne, çfarë komentohet për ne, çfarë thuhet për ne, e gjëra të tilla. Por gjithsesi e pash Mirin që u mërziti jashtëzakonisht shumë. Domethënë Miri akoma vazhdoi edhe të bindet me këtë dron që nuk mundet më të krijon një lloj rikthimi apo të krijon një lloj loje me Selin. Selina, sipas dronave që vinë, sipas suportit që vinë, sipas duartrokitjeve që vinë, sepse e kam thënë duartrokitjet janë një mesazh, është më e suportuara në këtë ambient.